Kapitulli 9. Është e tepër t'ju shkruaj për shërbesën e ndihmës për besimtarët e Krishterë, sepse e njoh vullnetin tuaj të mirë, për të cilin krenohem para Maqedonasve, duke thënë: Akaia u bë gati që vitin e shkuar. Zelli juaj ka vënë në lëvizje shumicën e tyre. Megjithatë po ju dërgoj vëllezrit që të vërtetohet se në këtë rast mburja jonë me ju nuk ka qenë kot, dhe që ju të jeni gati sikurse kam thënë se jeni. Përndryshe, nëse vinë me mua disa Maqedonas dhe shohin se nuk jeni gati, ne do të dilnim të turpëruar që u krenua me ju, për të mos thënë pastaj se sa të turpëruar do të dilnit ju. Prandaj, mu duke nevojshme të kërkoja vëllezërve që të vinin më parë te ju, për të bërë gati dhuratën që keni premtuar, në mënyrë që ajo të jetë gati si dhuratë zemërgjërsie e jo kopratësie. Sepse kush mbjell me kursim do të korr pak, dhe kush mbjell me zemërgjërsi do të korr me begati. Secili nga ju le t'i jap sa t'i doj zemra, jo me keqardhje dhe as me detyrim, sepse Perëndia e do atë që jep me gëzim. Perëndia mund t'ju jap me begati çdo të mirë, në mënyrë që gjithmonë të keni mjaftueshëm prej çdo gjëje, dhe kështu të mund t'i jepni për çdo vepër të mirë. Sikurse thot Shkrimi i Shenjtë: Ai shpërndan me zemërgjërsi, u jep të varfërve dhe drejtësia e tij qëndron në amshim. Ai që i jep farën mbjellësit dhe bukën për të ngrënë, do t'ju jap edhe juve farën për ta mbjellë dhe do ta shumoj. Ai do t'i shumoj frytet e drejtësisë suaj. Ju do të pasuroheni në gjithçka që të mund t'jeni zemërgjër, edhe shumë veta do të falenderojnë Perëndin përmes nesh. Kjo shërbes ndihme jo vetëm që plotëson nevojat e besimtarëve të Krishterë, por bën edhe që të burojnë shumë falënderime për Perëndin. Kur të shohin shërbesën tuaj të ndihmës, ata do të përlëvdojnë Perëndin për bindjen tuaj ndaj Ungjillit të Krishtit dhe për zemërgjërsinë që tregoni ndaj tyre dhe ndaj gjithë të tjerëve. Dhe ata do të luten për ju, e do të tregojnë shumë dashuri ndaj jush për shkak të hirit pashoq që ju dha Perëndia. Lavdi i qoftë Perëndisë për dhuratën e tij të patregueshme.